Gjitha këto materialet që ndodhin brenda këtyre kutive të votimit të vendosen në fazë të posaçëm. Të njoftohen edhe organet e drejtësisë. Komandon KQZ-s që këto gjoba të ndalen prej mjeteve financiare nga fondi në 2-3 mujorët që do të thotë për 3 mujorin e dytë që përfshin periudhën prill qershor të këtij viti të ndalet një gjysma e gjobës së shqiptuar dhe gjithashtu për 3 mujorin e tretë që përfshin periudhën korrigusht shtator të ndahet pjesa tjetër e mbetën. Do të thotë kjo të aplikohet për subjektet politike si NVM, siç janë Lëvizja dhe Vendosje, Partia Demokratike e Kosovës, Liria Demokratike e Kosovës, subjekti politik Slobodu Pravdo i Opstanak dhe koalicioni Alianca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma Social-Demokrate. Këto kuti të votimit janë objekt i hetimeve të institucioneve të drejtësisë. Pra bëhet fjalë përgjithsisht 3220 kuti të votimit, të cilat i kemi konfirmuar si të tilla me stafin e sekretariatit. Dhe këto kuti të votimit i përkasin proceseve zgjedhore të vitit 2014 deri në vitin 2021 të dy palë zgjedhjeve. Pra bëhet fjalë për gjithsejt 3220 kuti të votimit. Andaj, duke pas parasysh hapësirën e kufizuar të DEP-së së KQZ-s dhe nevojën për lirimin e kësaj hapësire me qëllim të përgatitjeve për zgjedhjet lokale që bëhen në këtë vit, dhe gjithashtu lirimi i kutive të tilla të votimit na mundson që të njëjtat të shfrytëzojmë për zgjedhjet lokale 2025. Sekretariati i KQZ-s i rekomandon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të marrë vendim që të gjitha këto materialet që ndodhin brenda këtyre kutive të votimit të vendosen në fazë të posaçëm. Lidhur me këtë çështje, unë kërkoj që përjashtimisht këtij fakti që të vendosen në thas secili material i këtyre kutive të votimit që do të ruhen, njëherë të njoftohen edhe organet e drejtësisë dhe të kërkohet atyre që t'i marrin ato materiale. Duhet të jetë një procedurë saktë e qartë se si do të lirohen kutit, po dhe në çfarë lloji thash, apo në këtë rast nuk isha rezervu prej terminologjive. Themi a thas apo çka vendosni ju, le të jetë në si më thon domenin e punës suaj administrative, me rëndësi që ato të janë të sigurta, me shirit lidhës, se mund të janë nështë edhe kuti dhe shumë më të vogle, ose pastaj edhe si ruhen, se ato në tokë natyrisht që nuk do t'i lënë, do të vendosen në ambiente ku as nuk i ka plagështia, pas nuk rrezikohen për naj brejtësit, të filloj pastrimi i tyre. Në zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës të datës 9 shkurt 2025, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka shqiptuar gjoba për një numër të caktuar të subjekteve politike të certifikuara, të cilat në shumicën prej tyre kanë qenë përfituese të mjeteve financiare nga Fondi për mbështetjen e subjekteve politike. Andaj duke u bazuar në ligjin 18 të ligjit për financimin e subjekteve politike, zyra për regjistrim, certifikim dhe kontrollin financiar subjekteve politike përmes komunikimit zyrtar me PZAP-n ka siguruar shumat e gjobave të shqiptuara ndaj subjekteve politike, të cilat për një numër të subjekteve politike nuk janë paguar, përveç që një pjesë e gjobës është paguar nga Liria Demokratike e Kosovës, ndërsa ka pjesë tjetër të mbetur të borxhit. Në lidhje me këtë, duke u bazuar në ligjin 18 të ligjit për financimin e subjekteve politike, zyra të pas parasysh edhe funksionimin e subjekteve politike i rekomandon KQZ-s që këto gjoba të ndalen prej mjeteve financiare nga fondi në 2-3 mujorët që do të thotë për 3 mujorin e dytë që përfshin periudhën prill qershor të këtij viti të ndalet një gjysma e gjobës së shqiptuar dhe gjithashtu për 3 mujorin e tretë që përfshin periudhën korrigusht shtator të ndahet pjesa tjetër e mbetën. Do të thotë kjo të aplikohet për subjektet politike si NVM, siç janë Lëvizja dhe Vendosje, Partia Demokratike e Kosovës, Liria Demokratike e Kosovës, subjekti politik Slobodu Pravdo i Opstanak dhe koalicioni Alianca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma Social-Demokrate.